Përshëndetje, takojmë së bashku në lajmet e orës 16, kundër të tjera do të ndiqni. Gjob 4 milion euro për prestigj resort që tashmë shëm, por shkelje ligjore apo hakmarrje politike. Begaj për një vit punoi edhe si mjek. Demokratët kërkojnë shkarkimin e tij, Balla presidentin nuk ka bërë asnjë shkelje. Misionet për zgjedhore dhe territoriale përplasën Partia Socialiste dhe opozita në konferencën e kryetarëve. Rrëfimi tronditës si sekretares së apelit, si u vraj gjyqtarja Strit Kalaja përpara syve të mi. Vrasja në gjykatën e apelit, shoqata europiane e gjyqtarëve, qeveria shqiptare të garantojë sigurinë e tokave të zeza. Nuk jemi të verbër ndaj të drejtave tona, një protestë e personave që nuk shohin në ditën ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë. Donald Trump paralajmëron Hamasin për të çarmatosur duke u drejtuar me fjalët "E dini që unë nuk bëj lojra". Mur mbrojtës kundër dronëve, ministrat e mbrojtjes të NATO-s mblidhen në Bruksel. Vetëm 3 vite pas shëmbjes me Tritol të Prestige Resort përballet me një gjob rekord prej 4 milion euro nga administrata tatimore shqiptare. Në mungesë përgjigjesh nga institucionet, ngrihen pyetje serioze mbi ligjshmërinë dhe sigurinë e biznesit në Shqipëri. Pas një transparencë apo shpjegim ligjor, ky vendim mund të cilësohet si një akt hakmarrje politike ndaj Hysën Belliu Group. Gjoba tatimore ndaj Prestige Resort 3 vite pas shembjes me Tritol ka shënuar një precedent të jashtëzakonshëm në historinë e veprimtarisë së administratës tatimore. Për shkak të absurditetit të gjobës prej 4 milion euro, drejtoria e përgjithshme e tatimeve as ka marrë mundimin të argumentojë atë, por thjesht ka vepruar në frymën e hakmarrjes politike ndaj Hysën Belliu Group. News 24 kërkoi të merrte informacion në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve dhe Ministrinë e Financave, por tentativa për transparencë hasi në veshin e shurdhër të shtetit. Edhe prori politik i drejtorisë së tatimeve, Ministria e Financave zgjodhi të jetë me mece. Prestige Resort, një kompleks modern turistik Buzë Adriatikut, u hodh në erë me Tritol në dhjetor të vitit 2022. Ky mund të jetë rasti vetëm në botë, kur një biznes i shkatërruar nga shteti gjobitet pas 3 vitesh nga administrata tatimore. Ky akt në kufit e shpërdorimit të detyrës u zbatua nga drejtoresha e tatim paguesve të mëdhenj, Estela Dura, dhe ushtari i saj bindur, Olsi Kuca. Në pamundësi për të marrë një përgjigje institucionale, vetvetiu lindin disa pyetje publike, përse kontrolli tatimor zgjati plot 2 vite në shkelje të çdo ligji, rregulli dhe parimi, përse drejtoria e tatimeve nuk shpjegon si u përllogarit detyrimi i paqen 4 milion euro, 3 vite pas shembjes së Prestige Resort. Çfarë sigurie i ofrohet biznesit vendas dhe të huaj, kur gjobat shtetërore vijnë në mungesë transparence dhe në varësi të urdhrave politik. Me siguri këto pyetje do të mbeten përgjithmonë pa përgjigje, siç mbeten pa përgjigje arsyet e sulmit shtetëror ndaj News 24 dhe Panorama Group mëngjesin e 9 gushtit të këtij viti. Megjithatë, historia ka treguar se ata që kanë refuzuar të japin llogari dhe të bëjnë transparencë para publikut, janë detyruar ta bëjnë atë para drejtësisë. Partia Demokratike kërkon shkarkimin e presidentit të Republikës Bajram Begaj me argumentin se 7 herë ka shkelur kushtetutën. Kreu i grupit parlamentar Demokrat Gazmend Bardhi akuzoi Begajn se ai jep tendera një kompani e sigurimesh, ku është punësuar djali i tij i cili nuk jeton në Shqipëri. Zyrtari i Partisë Demokratike tha se Begaj gjatë kohës që ka qenë president ka punuar edhe si mjek. Të paktën në 7 raste, presidenti i Republikës ka shkelur rënd kushtetutën. Ky është pretendimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike që kërkon shkarkimin e presidentit Bajram Begaj. Në shkresën qindra faqesh dorëzuar Kuvendit të Shqipërisë, Partia Demokratike rendi të parën shkeljen e kushtetutës me dekretimin e zgjedhjeve për Tiranën, teksa gjykata kushtetuese ende nuk kishte folur me vendim. Sipas Gazmend Bardhit, presidenti u bindet urdhrave të kryeministrit Rama
duke shkelur rënd ligjin themeltar të shtetit. Ka dekretuar zgjedhje të përjetshme vendore në Bashkinë e Tiranës, pa u krijuar nga pikpamja kushtetuese vakanca, duke ju bindur urdhrit politik të Edi Ramës në Asamblenë e Përgjithshme të Partisë Socialiste. Sipas Bardhit, shkeljet e presidentit Begaj kanë sjellë pasoja të rënda publike veçanërisht për opozitën. Një president republike që gjysma e qytetarëve nuk e njohin më për president, do duhet i kërkojë Edi Ramës që të mos e marrë nën sjetull. Nën kryetari i PD-s u ndal edhe në akuza konkrete ndaj presidentit, duke deklaruar se Bajram Begaj i ka dhënë tendera një kompanie sigurimesh, ku i punësuar është djali i tij që nuk jeton në Shqipëri. Djali i presidentit të Republikës rezulton që është i punësuar edhe në një kompani sigurimesh brenda territorit të Republikës Shqipërisë, ka pak të barabartë me drejtorin e përgjithshëm të kompanisë. Kjo kompani aplikon për përfituar tendera në institucionin e presidentit që drejtohet nga babai i djalit punësuar në kompani dhe rezulton që është 100% fituese e të gjitha tenderave në institucionin e presidentit. Akuzat e Bardhit ndaj kreut të shtetit vijuan edhe sa i takon deklarimeve të ardhurave të tij. Zyrtari i lartë i PD-s Tase Begaj ka deklaruar se gjatë kohës që ka qenë president, ka punuar edhe si mjek në një rrjet spitalesh ndërkombëtare. A e dini ju, dashur qytetar, që presidenti jo, ndërkohë që është president, rezulton të jetë i punësuar dhe merr të ardhura nga një klinik private mjekësore? Pra ditën bën presidentin e Republikës, mbas dite paguhet nga rrjeti i klinikave private Axhi Badem. Ky është niveli i presidentit të Republikës Shqipërisë. Kërkesës së Bardhit për shkarkim të Begajt ju përgjigj kreu i grupit parlamentar të PS-s Taulan Tballa, i cili tha se presidenti i Shqipërisë nuk do të shkarkohet. Presidenti i Republikës nuk ka kryer asnjë shkelje dhe nuk do shkarkohet. Më herët grupi parlamentar i PD-s ka kërkuar edhe shkarkimin e kreut të kuvendit Niko Peleshi, me argumentin e shkeljes së kushtetutës dhe rregullores së kuvendit. Ngritja e komisioneve parlamentare të reformës zgjedhore dhe administrative territoriale kanë shkaktuar përplasje mes majorancës dhe opozitës, pasi kjo e fundit nuk ka dhënë dakordsinë. Pretendimi i socialistëve që në komisionin e reformës zgjedhore të jenë të gjitha partitë parlamentare ishte molla e sherrit. Konferenca e kryetarëve ka diskutuar mbi ngritjen e dy komisioneve të posaçme parlamentare të reformës zgjedhore dhe reformës administrative territoriale pas propozimeve të Partisë Socialiste. Sipas propozimeve të majorancës, të dy komisionet do të kenë jetëgjatësi prej 9 muajsh. Komisioni i reformës zgjedhore do drejtohet nga dy bashkëkryetar, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, ndërkohë që palët do të kenë të drejtën e vetos gjatë shqyrtimit të amendamenteve të ndryshme. Pjesë e komisionit parashikohen të jenë të gjitha partitë parlamentare, por edhe ato që nuk kanë një grup të vetin. Tek përbërja mbetet për të caktuar vendi që do të ketë Partia Socialdemokrate. Krye grupit parlamentar socialist Taulan Tballa sqaroi se nuk ka përse të përjashtohen edhe partitë ashtu quajtura të vogla, por pjesë e parlamentit. Kur bëhet fjalë për reformën zgjedhore, është e domosdoshme që edhe partitë parlamentare të cilat nuk e kanë një grup parlamentar të jenë të përfaqësuara në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore. E kemi lënë pezull vetëm këtë pikë të vendimit në mënyrë që ta miratojmë gjithë bashku edhe partitë e tjera parlamentare të jenë aty. Tani kur ne shohim që kur Partisë Demokratike këto partitë e vogla i duhen, madje u merr borxh edhe kandidatin për kryetar bashkie se vetë nuk kanë, përse do t'i përjashtojmë këto partitë e vogla nga reforma zgjedhore? Sa i takon komisionet e reformës administrative territoriale, Partia Socialiste propozoi që të përbëhet nga 17 antar, ku socialistët të kenë majorancën dhe drejtuesin e komisionit, ndërkohë që opozita do të ketë zëvendës kryetarin e komisionit. Megjithatë, Gazmend Bardhi deklaroi në emër të Partisë Demokratike se opozita nuk ka dhënë dakordsinë për komisionet e posaçme. Konkretisht, kemi kërkuar ndryshimin e pikës 3 në projektvendimin për reformën zgjedhore, që kërkon të imponoj opozitës partinë e Tom Ndoshit si parti e opozitës. Ndërsa grupi parlamentar i PS-s e ka të specifikuar që ka 8 antar në Komisionin e Reformës Zgjedhore, formulimi vijues
është 8 përfaqësues, pra 8 përfaqësues të Partisë Socialiste dhe 8 përfaqësues nga partitë e tjera parlamentare. Dhe ndërsa nga njëra anë bëjnë se kur japin barazin në komision mes mazhorancës dhe opozitës, nga ana tjetër na diktojnë dhe se kush është opozita. Ngritja e dy komisioneve do të votohet në seancë plenare dhe do t'i takojë një momenti të dytë kur palët do të propozojnë emrat e anëtarëve përkatës. Mirë, eci më tej zbarë dëshmia tronditëse e sekretares së gjykatës së apelit, e cila ndodhej në sallën e gjyqit në momentin e vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. Ajo tregon se si gjyqtari është vrarë përpara syve të saj dhe fjalët që i ka thënë vrasësi pasi shkreu armën ndaj tij. Dëshmia është zbardhur në emisionin në Shënjestër në News 24. Kjo është dëshmia tronditëse e sekretares së apelit, e cila ju rrofeu hetuesve momentet e vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja brenda sallës së gjyqit në gjykatën e apelit pas ditën e 6 tetorit. Sekretaria shpjegoi se tentoi të jepte ndihmë gjyqtarit, por gjyqtari nuk reagoi. Sa po shpalli vendimin, gjyqtari u ngrit dhe u kthye në krahun e tij të djathtë për të shkuar drejt dhomës së këshillimit. Në këtë moment, Elvis Shkambi u afrua para podiumit të gjyqtarit dhe i gjuajti me pistolet. Unë ngrita në këmbë dhe vendosa duart në krahëror. Ky person u kthye nga unë dhe më tha: "Nuk kam gjë me ty." Ai gjuajti përsëri ndaj gjyqtarit. Autori i dyshuar i vrasjes, Elvis Shkambi, pretendon se në momentin që qelloi gjyqtarin, ndjeu urrëtie të madhe për vendimin e padrejtë dhënë prej tyre. Pasi e vrau gjyqtarin Kalaja, 30 vjeçari Elvis Shkambi la qetësisht sallën e gjyqit dhe teksa dilte në oborrin e gjykatës së apelit, i dorëzoi pistoletën në punësit gjyqësor Bledar Panariti. Në dëshminë e tij para hetuesve, Panariti tregon momentet kur u përball me vrasësin e gjykatësit. Ndodhesha në sallën nr. 4 në pritje të shpalljes së një vendimi kur dëgjova mbi 3 të shtëna armë zjarri që mu duk sikur vinin nga brenda ambientit të gjykatës. Pash njerëz që nisën të dilnin nga salla nr. 3 dhe prej andej dëgjova të bërditura si zëra femrash. U afrova te dera e sallës nr. 3 ku prej andej doli një person me shtat të shkurtër me fytyrë rrumbullake, race bardh, rreth moshës 45-50 vjeç. Ai u afrua, më la në dorë një pistolet dhe u largua. Instinktivisht pistoletën e futa në xhepin e pantallonave. Nuk hyra në sallën 3, por kam lëvizur duke kërkuar ndihmë. Dëshmitari shpjegoi se forcat shqiponja tentuan ta arrestonin, drejtuesi i tyre ju tha se isha punonjës i gjykatës. Forcat shqiponja më kërkuan të kthehesha pas dhe të mos lëvizja me qëllim që të më arrestonin. Drejtuesi i tyre ju tha se isha punonjës i gjykatës. U prezantova dhe ju tregova punonjësve të policisë dokumentin. Ju thash që armën e kisha futur në xhep, ata morën armën. Vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja u trajtua mbrëmjen e së martës në emisionin në Shënjestër me autore gazetarin Klodiana Lala, ku u hodh dritë mbi të gjithë dinamikën e krimit që tronditi themelet e drejtësisë shqiptare. 2 javë pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit, Shoqata Europiane e Gjyqtarëve ka miratuar një rezolut ku i bën thirrje qeverisë së Shqipërisë të marrë masa për të garantuar sigurinë e gjyqtarëve. Rezoluta është miratuar unanimisht me kërkesë të Unionit të Gjyqtarëve të Shqipërisë në takimin vjetor i cili po mbahet në Baku. Pushtetet ekzekutive dhe legjislative kanë detyrimin të sigurojnë të gjitha masat e nevojshme dhe të përshtatshme të mbrojtjes kur funksionet e gjykatave rrezikohen nga sulmet fizike ose kërcënime të drejtuara ndaj anëtarëve të gjyqësorit, thuhet në rezolut. Sipas Shoqatës Europiane të Gjyqtarëve, gjyqtarët në Shqipëri kanë qenë së fundmi objekt i sulmeve publike abuzuese në media nga figurat larta politike. Këto sulme kanë shkuar deri në identifikimin dhe ofendimin e gjyqtarëve individual, përfshirë publikimin e fotografive të tyre në rrjetet sociale. Thirrjet e përsëritura të Unionit Shqiptar të Gjyqtarëve dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor për t'i dhënë fund këtyre sulmeve publike ndaj anëtarëve të gjyqësorit janë injoruar dhe përpasoj besimi i publikut në sistemin gjyqësor vazhdon të gryhet, ndërsa gjyqtarët detyrohen të punojnë në një mjedis armiqësor nga ana e opinionit publik, thuhet në rezolut. Prandaj, Shoqata Europiane e Gjyqtarëve i bën thirrje qeverisë së Shqipërisë të garantojë respektimin e pavarësisë gjyqësore, të ndaloj kritikat e pajustifikuara, kërcënimet dhe sulmet ndaj gjyqtarëve, si dhe të marrë masa efektive për të garantuar sigurinë e gjyqtarëve.
Drejtori i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Tiranë është kërcënuar me vdekje nga një qytetar që ka shkuar në zyrat e institucionit. Leonard Nikola, 61 vjeç, tha se ishte i armatosur dhe se drejtuesi i institucionit do të pësonte fatin e gjyqtarit Astrid Kalaja. Ky është Klajdi Meçi. Do t'ja tregoj unë atij dhe do ta vrasë gjyqtarin Kalaja, ishin fjalët e Leonard Nikolës. Drejtuesi i MT-s në ato çaste ndodhej në terren dhe qytetari se takoi dot. Meçi është njoftuar nga stafi i tij për kërcënimin dhe menjëherë i është drejtuar Komisariatit nr. 3 për kallëzim penal ndaj 61 vjeçarit. Meçi ka shpjeguar se 61 vjeçari ankohej për një objekt që sipas tij duhej shëmbur, por drejtori ka theksuar se objekti në fjalë ka një sigurim padijet miratuar nga gjykata, çka e ndalon ndërhyrjen nga ana e MT-s. Në bazë të legjislacionit aktual, institucioni nuk mund të veprojë në kundërshtim me vendime gjyqësore, pavarësisht pretendimeve të individëve të përfshirë. Rreth 200 punonjës dhe naftetar të kompanisë Bankers Petroleum protestuan këtë të mërkur për përmirësimin e kushteve të punës, si dhe rritjen e pagave, ndërsa 10 prej tyre janë futur në grevurie. Për dinjitetin ton, për kushtet e punës, për diskriminimin që këto bëhet dhe për trajtimin që bëhet punës. Naftotar dhe punonjës të tjerë të kompanisë Bankers Petroleum në Marinz janë futur në grevurie mëngjesin e së mërkurës. Fillimisht rreth 200 punonjës protestuan përpara zyrave të kompanisë, ndërsa kryetari i sindikatës së sektorit hidrokarbur, Dritan Shahu, thotë se 10 naftëtar janë futur në grevurie në një nga zyrat e sindikatës, gjithashtu grupet e naftës bojkotuan punën. Këshilli drejtues të sindikatës ka vendosur që 10 djemë të këshillit drejtues të hynë në grevurie. Ne nuk do të dalim nga greva e urisë dhe nga greva e përgjithshme, pa u realizuar kërkesa jonë prej 18% rritjes së fondit të përgjithshëm të pagave. Ky 18%, cili do të rritet, që ne kërkojmë të rritet fondi i përgjithshëm i pagave, kërkojmë të shpërndahet për pagat e ulta dhe për djemtë që punojnë në fushë. Kjo do të ngushtonte këtë diferencë dhe do t'i paguante punonjët, do merrnin punonjët një pagë dinjitoze që për shkak të volumit të punës që bëjnë, sasisë së punës që ata nxjerrin këtu, vështirësive të punës, ambientit, gazit, naftës dhe industrisë që vetë ky vend burim ka, duhet të mirëpaguhen. Sipas naftotarëve, nga kompania nuk është kryer asnjë rishikim apo rritje page prej 10 vitesh. Qëllimi kryesor është rritja e pagave, cilat janë shumë të ulta. Paguhem si fason, jo si naftotar realisht. Unë merrem me pajisjen e tokës. Paga ime është 780.000 lekë. Sot e 8 vit. Paga do të justifikojë arsimin e lartë, duhet të përkushtimin në punë, vështirësitë në punë. Nuk është një shifër fikse që duhet të caktoj pagën. Duhet të jetë të paktën konkurruese me tregun shtetëror. Pagat kanë pasur disa rritje shumë modeste, po këto nuk kanë ardhur fal dëshirës së mirë së menaxhmentit ose të bordit drejtues për të rritur pagat, por gjithmonë kanë ndodhur për shkak të protestave të ndryshme që kanë ndodhur në Bankers. Të njëjtën pritet që t'i bashkohen grevës edhe naftëtarë të tjerë, hapin ndërmarrë pasi kompania Bankers Petroleum nuk i ka marrë në konsiderat kërkesat e tyre për përmirësim të kushteve të punës. Në ditën ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë në Tiranë dhe në Durrës, shoqatat e të verbërve kanë zhvilluar protesta ku kanë kërkuar më shumë mbështetje nga institucionet. Rritja e pagesës sociale për ta dhe personat që i shoqërojnë ata, përmirësimi i infrastrukturës rrugore, por edhe përfshirja në vendimarrjet publike ishin disa nga kërkesat që parashtruan. Në ditën ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë, shoqata e të verbërve të Shqipërisë zhvilloi një marshim sensibilizues. Presidenti i shoqatës ripërsëriti edhe një herë si çdo vit kërkesat që kanë të verbërit në Shqipëri, duke nisur nga rritja e pagesave për shkak të verbërisë deri te vendosja e një skeme të detyrueshme të ndihmës ekonomike. Fatkeqësisht që nga viti 2009 pagesat për qytetarët e verbër nuk kanë pësuar asnjë rritje reale përveç faktit që kanë pësuar inflacion, por jo ashtu siç thuhet ndonjëherë, kjo nuk është rritje, kjo është thjesht vlerësimi i paras. Thuaj se çdo qytetar i verbër i cili nuk është i punësuar nuk përfiton nga skema e asistencave sociale. Kjo mungesë ka ndikuar drejt për drejt në përjashtimin e shumë personave të verbër nga mundësitë e barabarta për arsimim, punë dhe jetesë të pavarur. Ndihma neve marrim 150-50.000, ajo nuk na del vetëm për ilaçet nuk na del, jo për të jetuar
jetën e përditshme. Si ja bëni ju me këtë shifër, 150.000 lekë në muaj? Por 150.000 lekë nuk dalim vetëm për ilaçe, do ham pak e pak, çfarë do bëjmë? Po të pak ndihmë ekonomike, asnjë gjë. Edhe në Durrës, antarë të shoqatave për të verbrit protestuan përpara bashkisë, ku kërkuan më shumë mbështetje nga institucionet, akses më të mirë në hapësirat publike. Në Durrës nuk ka asnjë metër shirit që një verbër të ecë në mënyrë të pavarur. Nuk ka semafor akustik, në për institucione duhet të jetë shkrimi braille apo shenja tjera që të verbrit me anë të gishtave të shikojmë që të dinte cila zyrë është kjo. Edhe trotuaret janë shumë të keq sepse në një trotuar mund të jetë 20 centim, në një është 5, në një mund të jetë edhe 30-40 centim lartësi dhe një verbër mund të shkojë këma bosh dhe mund të rrëzohet në çdo moment. Njëzëri shoqatat e të verbërve kërkuan përfshirje më të madhe të kësaj kategorie në vendimarrje dhe në jetën publike. Një grup qytetarësh kanë protestuar përpara policisë rrugore në Tiranë duke kërkuar për t'u rikthyer skuteret e sekuestruar gjatë ditëve të fundit. Protestuesit u shprehën se vendimi i Ministrisë së Brendshme u ka shkaktuar probleme për lëvizjet dhe dëm ekonomik për bizneset që rrezikojnë të falimentojnë. Një grup qytetarësh protestuan para policisë rrugore të Tiranës duke kundërshtuar vendimin që ndalon përdorimin e skuterave elektrik në rrugë. Ata thanë se kanë mbi 5 vite që i përdorin skuterat gjatë lëvizjeve të përditshme dhe kanë respektuar të gjitha rregullat e qarkullimit rrugor. Pra kemi një konfiskim në mënyrë të paligjshme dhe një mbajtje edhe sot në mënyrë të paligjshme të këtyre skuterëve. Sigurisht që ne jemi edhe kemi qenë gjithmonë që edhe këto pajisje kryesisht motomjete të pajisen me disa rregulla kryesore në të cilat mund të lëvizen. Si për shembull le të jetë kokorja, le të jetë kufizimi i shpejtësisë maksimale, le të jetë mosha mbi 18 vjeç. Protestuesit thanë se duhet të ishin njoftuar më herët lidhur me ndalimin e përdorimit të skuterave në rrugë, me qëllim që të merrnin masa për të gjetur zgjidhje për transportin e tyre, pasi vendimi u mor brenda ditës. Në një ditë që është ditë diele, ministria, ndoshta nga një resort ku ishte duke drekuar, miraton një vendim dhe të nesërmen me njëherë policia rrugore zbaton këtë urdhër, pa u publikuar në fletoren zyrtare fillimisht dhe pa u njoftuar në asnjë mënyrë qytetarët në mënyrë ligjore. Për disa protestues, skuterat elektrik janë mjet transporti për në punë, kurse në lek dhe kohën duke shmangur transportin me automjete. Pas nisjes së zbatimit të vendimit të Ministrisë së Brendshme, janë ndaluar dhe sekuestruar vetëm në Tiranë mbi 250 skutera. Ndalimi i skuterave mua më ka penguar lëvizjen time të përditshme, më ka penguar që të bëj punët e mia të përditshme, të shkoj në punë, të ndjek gjithë aktivitetet që dua. Ndalimi i skuterave u argumentua si një masë përpara ndalimin e aksidenteve në rrugë, ku shumica e përdoruesve të tyre lëvizin në të njëjtat rrugë me automjetet, pasi nuk kanë korsi të veçantë, duke përfunduar në disa raste me fatalitete. Pas trafikut të rënduar që është krijuar ditën e hënë si pasojë e bllokimit të aksit rrugor Vor-Durrës që po rikonstruktohet, autoriteti rrugor shqiptar njofton se punimet do të kryen vetëm gjatë natës nga ora 23 deri në orën 6 të mëngjesit. 2 ditë pas paralizimit total të qarkullimit të automjeteve në autostradën Tiranë-Durrës si pasojë e riparimit të shtresave asfaltike në segmenti rrugor Vor-Ura e Dajlanit, autoriteti rrugor shqiptar njofton se punimet do të kryhen gjatë natës. Plani i ri për menaxhimin e trafikut u hartua në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, ku bëhet e ditur se punimet do të kryhen nga ora 23:00 deri në orën 6 të mëngjesit. Përrjedhoj në këtë fashë orari do të ketë bllokim të qarkullimit në drejtimin Vor-Durrës, përkatësisht në segmentet Vor-Maminas, Maminas-Sukth, Sukth-Flak, Flak mbi kalimin i Shkozetit, mbi kalimin i Shkozetit, Ura e Dajlanit dhe qytetarët duhet të përdorin për kalim rrugën alternative Vor-Maminas ka të rrugët e Shijakut Durrës. Kozjatja e punimeve do të jetë 1 deri në 2 ditë për çdo segment dhe pas përfundimit të punimeve në kahun Vor-Durrës do të vijojë puna edhe në kahun tjetër Ura e Dajlanit Vor në të njëjtat segmente me të njëjtën kozjatje. Të hënën në autostradën Tiranë-Durrës qarkullimi i automjeteve u paralizua tërësisht për të shmangur kaos
vendosin, shumë drejtues mjetesh u futën në rrugët e brendshme të qytetit të Vorës, por pa rezultat. Gjithashtu ngërç në qarkullim, pati edhe në segmentin fushkrujvor, aks në të cilin qarkullojnë më së shumti mjete të tonazhit të rënd, që vijnë nga veriu i vendit drejt kryeqytetit apo portit të Durrësit. Bllokimi i qarkullimit në segmentin Vorë-Durrës shtoi fluksin e mjeteve edhe në aksin Tiranë-Elbasan. Ekspertët kërkojnë ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtura pasi ai cënon komunitetet që jetojnë prej shekujsh në zonat përkatëse. Gjatë një takimi në Shkodër, ekspertët shohin si problem madhor edhe ndryshimin e regjimit ujor në liçenin e Shkodrës, por edhe në Luminburg. Zonat e mbrojtura në Shqipëri po përballen me një sër problematikash që nisin që nga ndryshimi i ligjit, i cili u bë para pak kohësh, e deri te problemet konkrete që institucionet të ndryshme kanë në terren. Këto shqetësime u ngritën gjatë një takimi të mbajtur në Shkodër për ruajtjen e zonave të mbrojtura. Duhet ndryshuar ligji i zonave të mbrojtura. Ka kanë më parë ligji, më i mirë ligji i parë. Unë kam filluar tash në vitin 2004 punoj aty, në zonat e mbrojtura. Ka përzierje kompetencash. Jena gjitha llojet e strukturave mjedisore, policore, ndoshta është i vetmi institucion që nuk përzihet zjarr fiksat. Nuk mund zhvendosen një komunitet që ndoshta janë 30.000 banor në territorin e zonës mbrojtura, sot që flasim në qarkun Shkodër. Janë rreth 50 fshat nga ku jemi ne deri në Hançotit. Janë banuar me shekuj. Për ata ujë kanë shkuar, për atë klim kanë shkuar, prandaj duhet të përshtat ligjet edhe në bazë komuniteteve. Specialisti i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Shkodër, Dritan Dhora, thot se problem madhor mbetet ndryshimi i regjimit ujor në liçenin e Shkodrës dhe në Luminburg, që mund të shkaktojë përmbytje. I pari është ndryshimi i regjimit ujor që ka kjo nyje hidrologjike, liçeni i Shkodrës me Luminburg. Ka luhatje që janë mjaft konsiderueshme edhe shkaktojnë edhe përmbytje. Edhe kuptohet që ndikimi i tyre është jo vetëm mjedisor, por edhe ekonomik. Ky mendoj është një problem shumë i rëndësishëm që lidhet edhe me gjithë pastaj me habitatin, me biodiversitetin, edhe ka ndikim mjedisor. Projekti synon mbrojtjen e zonës Bunve-Lipoj, ku do të identifikohen problematikat që hasen në menaxhimin e resurseve natyrore, si dhe për të fuqizuar angazhimin në monitorimin e mjedisit. Bëjmë një shkputje publicitare tani, kthehemi pas pak. Rikthehemi së bashku në transmetim të drejt për drejt, shohim tani të tjera informacione. Rreth një muaj e gjysmë në Arati është arrestuar në Tiranë 29 vjeçari Fation Bruçi, i cili në 29 gusht të këtij viti ka tentuar të vidhte në kërcënimin e armës një argjendari në qytetin e Shkodrës. Rreth një muaj e gjysmë pas tentativës për të vjedhur një argjendari në Shkodër, u arrestua në Tiranë 29 vjeçari Fation Bruçi, bashkë me 2 persona të tjerë. Më 29 gusht të këtij viti Fation Bruçi u futi armatosur në një argjendari në lagjen Vasil Shanto në Shkodër, ndërsa mbante në kokë një skafandër motori për të maskuar. Fation Bruçi u arrestua nga policia në lagjen 5 Maj në Tiranë, ku ishte duke lëvizur me një automjet tip Audi, së bashku me 2 persona të tjerë, Jonathan Delio dhe Enri Elezi, të cilët gjithashtu u vunë në pranga. 29 vjeçari Fation Bruçi konsiderohet nga policia si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, ndërsa gjatë kontrollit të një banese të marrë me qira prej tij në Tiranë, u gjetën dhe u sekuestruan një armë zjarri pistolet që e kishte pa lej, 2 maska silikoni, municion luftarak, 3 pajisje për grirje të lëndëve narkotike, si dhe $550 false, shumë aparazh, 2 automjete dhe një celular. Për Fation Bruçin, gjykata e Shkodrës më 30 gusht caktoi masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, vjedhje me armë, mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe municionit. Nga ana tjetër, Jonathan Delio dhe Enri Elezi u arrestuan nga policia për përkrahje të autorit të krimit, pasi ishin pasagjer në automjetin e Fation Bruçit në momentin e ndalimit. Burë e grua u arrestuan nga policia e Lezhës pasi gjatë një seance gjyqësore kanë dhënë dëshmi të rrem për vrasjen e 2 personave në vitin 1997. Në pranga vunë Agustin dhe Valvona Prenga, të cilët kanë dhënë dëshmi që bie në kontradikt me dëshmitë e tyre të mëparshme, në lidhje me rrethanat e vrasjes së ndodhur në vitin 97 në fshatin Rasfik të Mirditës, ku vëllai i Valvona Prengës vrau me armë zjarri motrën dhe bashortin e saj gjatë një konflikti për motive të dobta. Autori i kësaj ngjarje vuan dënimin me burgim të përjetshëm për veprat penale, vrasje me paramendim dhe mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe municionit. Çifti Prenga akuzohen për dëshmi të rreme.
Alarmi për bombë në qytetin e Kukësit ka rezultuar i rrem. Mëngjesin e kësaj të mërkure, një qytetar ka konstatuar në rrugën Turizmi një objekt të ngjashëm me një granatë ofensive, duke njoftuar menjëherë policinë e shtetit. Blut e Kukësit kanë krijuar perimetrin e sigurisë në zonë dhe në bashkëpunim me forcat Xhenio të ardhura nga Tirana, konfirmuan se objekti i ngjashëm me një granatë ofensive ishte një lodër fëmijësh. Gjatë ndalesës së saj në Beograd, shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i ka bërthirrje Serbisë të bëjë përparim të prekshëm drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, duke kërkuar reforma dhe një përputhje më të madhe me politikën e jashtme të Brukselit. Shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen të mërkurën i bëri thirrje Serbisë të bëjë përparim të prekshëm drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, duke kërkuar reforma dhe një përputhje më të madhe me politikën e jashtme të BE-s gjatë një vizite në Beograd. Tani është momenti që Serbia të bëhet konkrete për anëtarësimin në Unionin ton. Duhet të shohim përparim në sundimin e ligjit, kuadrin zgjedhor dhe lirinë e medias. Oferta e Bashkimit Evropian për anëtarësim mbetet një mundësi dhe premtimi i paqes, prosperitetit dhe solidaritetit. Gati 2 dekada pasi Serbia filloi rrugën e saj drejt anëtarësimit. Von der Leyen i kërkoi gjithashtu Serbisë të përafrohet më tej me politikën e jashtme të BE-s, veçanërisht në sanksionet kundër Rusisë. Ju përgëzoi që arritët 61% të përafrimit me politikën tonë të jashtme, por nevojitet më shumë. Ne duam të mbështetemi te Serbia si një partner i besueshëm. Presidentja e Komisionit Evropian theksoi investimet e vazhdueshme të BE-s dhe bashkëpunimin energjetik me Serbinë, duke përmendur projekte të tilla si korridori transballkanik i energjisë dhe ndërlidhësi gazit Serbi-Bullgari. Von der Leyen vuri në dukje solidaritetin e BE-s gjatë krizës energjetike të vitit 2022 si provë të partneritetit. Nga ana tjetër, presidenti serb Vučić tha se Serbia nuk ka hapur asnjë kapitull të ri me bisedimet e saj të pranimit në BE, që nga momenti i fillimit të konfliktit në Ukrainë, por vuri në dukje se të paktën në të kaluarën e afërt ne kemi bërë disa gjëra duke përfshirë përparimin në agjencinë rregullatore, listat e votuesve dhe disa gjëra të tjera në lidhje me çështjet kryesore të energjisë, të cilat ai pret se do të marrin vlerësim pozitiv nga Komisioni Evropian. Ai pranoi megjithatë se duhet të bëjmë më shumë gjëra dhe vuri në dukje sfidat e vazhdueshme në sektorin energjetik. Mirë, eci mëtej, nëse nuk qarmatosen, do t'i qarmatosim ne me forcë. Ky ishte paralajmërimi që presidenti amerikan Donald Trump ka lëshuar ndaj grupit terrorist Hamas në Gaza. Ata e din që unë nuk bëj lojra, ka theksuar Trump gjatë një takimi me presidentin e Argjentinës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi Hamasin se duhet të qarmatoset. Në rast të kundërt do të detyrohen ta qarmatosin atë me forcë. Nëse nuk qarmatosen, do t'i qarmatosim ne. Ata e din që unë nuk bëj lojra. Tani ne bëm diçka monumentale. I morëm pengjet mbrapsht. Kjo ishte gjëja e parë që duhet të bënim. Mbi të gjitha, të kthenim pengjet, theksoi presidenti amerikan gjatë një takimi me presidentin e Argjentinës Javier Milei. Pas deklaratës së Trump, Hamasi vendosi të dorëzojë trupat e pajet të 4 pengjeve të tjera, të cilët kishin humbur jetën në robëri. Zyra e kryeministrit izraelit konfirmoi emrat e 3 nga 4 pengjet e pajet që u kthyen në Izrael nga Hamasi vonë në mbrëmjen e së martës. Ata janë Uriel Baruk, Tamir Nimrudi dhe Eitan Levi. Më parë, familjet e tyre konfirmuan kthimin e eshtrave të tyre. Trupat u kthyen pasi Izraeli njoftoi se do të përgjysmonte numrin e kamionëve me ndihma humanitare të lejuar në Gaza në një mas për të ndëshkuar Hamasin për atë që Izraeli e quajti shkelje nga grupi militant të marrëveshjes së tij për transferimin e trupave të pajet të pengjeve sipas marrëveshjes së armëpushimit të arritur javën e kaluar. Deri më tani Hamasi ka kthyer vetëm 8 arkivol nga 28 që mendohet se janë gjithsej në Gaza. Kreu i NATO-s Mark Rutte bëri të ditur se Alianca Veri Atlantike po punon ngushtë me Bashkimin Evropian për të krijuar një mur për dronet për të mbrojtur vendet anëtare nga inkursionet.
Shefi i NATO-s Mark Rutte njoftoi se Aleanca Ushtarake dhe Bashkimi Evropian po punojnë së bashku për të krijuar një mur për dronët për të mbrojtur vendet anëtare nga inkursionet. Deklarata e Rutes erdhi para takimit me ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s të mbledhur këtë të mërkur në Bruksel. I pyetur nëse po dyfishohen përpjekjet për këtë çështje, Rutte tha se Bashkimi Evropian dhe NATO kanë role të ndryshme. NATO ja ofron kapacitete në aspektin ushtarak, ndërsa BE-ja ka fuqinë e butë të tregut të brendshëm dhe siguron që të jenë të disponueshme fondet. Fokusi i takimit në Bruksel të ministrave të mbrojtjes të NATO-s pritet të jetë po ashtu edhe forcimi i mbështetjes për Ukrainën. Në takim merr pjesë edhe sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth, teksa presidenti amerikan Donald Trump po shqyrton mundësinë që ta furnizojë Kievin me raketa me rreze të gjatë veprimi. Takimi i NATO-s vjen pasi Moska sfidoi aleancën me një sër shkeljesh të hapësirave ajrore në Poloni dhe Estoni, duke rritur frikën se konflikti në Ukrainë mund të zgjerohet. Po ashtu ka pasur detektime të dronëve edhe në afërsi të ndërtesave ushtarake në shtete të tjera, që kanë nxitur autoritetet të mbyllin aeroportet. Të gjitha këto ngjarje kanë rritur shqetësimet se Rusia po synon që të shtyjë NATO-n që të reagojë. Ministrat e mbrojtjes po ashtu pritet të përqendrohen edhe në përpjekjet për të mbushur boshllëqet në krahun lindor të aleancës, pasi NATO-ja u detyrua të përdorte raketa të shtrenjta për të rrëzuar dronët rusë që hynë në Poloni. Pasi incidenteve, NATO-ja nisi një mision për të forcuar mbrojtjen e saj, por disa vende afër Rusisë kanë kërkuar që të ketë një përgjigje më të fuqishme. Aleanca Ushtarake Perëndimore po ashtu po synon të përshpejtojë zhvillimin e aftësive kundër dronëve dhe të inkorporojë në mbrojtjen e saj teknologjinë e lirë që Ukraina përdor. Edhe Bashkimi Evropian do të zhvillojë një takim me ministrat e saj të mbrojtjes mbrëmjen e së mërkurës. Bloku ka propozuar krijimin e një muri për dronët për të përballur me kërcënimet. Shkojmë tani në publicitet, kthehemi pas pak.